Po, kemi një bojkotim të politikës dhe të qeverisës vendore nga qytetarët. Është e qartë që nga 334.000 qytetarë që kanë pasur drejt vote kanë shkuar total 60.000 njerëz. Pra do të thotë që rinia dhe pjesë më madhe e qytetarëve kanë refuzuar të bënë pjesë e kësaj farse, këtij teatri politik që na ofron sistemi që ne kemi krijuar me reformën territoriale, pra bashkitë të cilët kanë më pak kompetenca, nuk ju shërbejnë qytetarëve, janë bërë bashki apo ndërmarrje punojësish që mendojnë vetëm për rrogat e tyre dhe për të bërë ndonjë lek me punët që kanë në dorë. Dhe po ta shikosh, sipas përqindjeve të bashkive, kanë dalë punojësit e bashkisë me familjarët e tyre. Të tjerët kanë refuzuar të bëjnë pjesë e një loje politike, apo të një fyri, apo të një poshtërimi që i ka bërë Partia Socialiste e qytetarëve, sidomos Vlora. Vlora ka 28 vite që qeveriset nga e majta, dhe nëse kandidati pavarur ka thënë që nuk kanë shkuar prej shiut, unë them që nuk kanë shkuar për shkak të përmbytjes. Vlora edhe sot është përmbytur, dhe është përmbytur dhe vjet dhe par vjet në çdo vit nga qeveriset socialiste. Qytetarët e dinë se çfarë ndodh me qytetin, si qeveriset qyteti, por kanë humbur shpresën, janë pirë një pjesë, dhe sipas edhe një kandidati tjetër të opozitës, Gjergj Nika, kanë dalë patronazhistët që kanë ftuar qytetarët.